Unë la po besoj që ti thasë në fillim kesin që s'kom ditë kur gjo, veç kom najtë edhe kom shiku, tash I kem mësu gjitha këto rituale. Unë po besoj që kjo lidhja shpirtërore që ke kriju me ndihmu shumë edhe reflektimi edhe energjia në punën tonë dhe vrej çdo ditë më shumë duke dëshmu edhe si gazetar, po edhe si koleg që je. Shpresoj që për një me ky Ramazan, ky edhe shumë Ramazanet e tjerë kanë më mba dhe më të mirë. Edhe uroj shumë me shpirt, lutna shumë që mos t'i ankohet Zotit dikush për mu. Kështu që mendoj që kjo është lutja e cila vazhdimisht e bëj. Për një me ata cilët na dëmtojnë gjatë rrugës, na bojnë keq, mundohen me na qitë shumë pengesa në rrugë. Unë uroj shumë me shpirt që Zotit që t'ju jep dritën më të madhe që me pa dritën edhe rrugën e vet më shumë se sa dritën tem. Kështu që uroj që t'jem edhe më I mirë edhe jashtë Ramazanit. Faleminderit Lab për ndjesinë më të sinqertë që ke nda me neve, është diçka që më tha kur e ftova, tha shumë private sar. Se kom folj kor, për po, e di, po mund t'jetë shumë motiv për rinin, për ata të cilët, si që tha dhe hoxha, ndoshta shpesh ndihen të dëshpruar dhe të pa shpresë, dhe pse jo, thojnë, okej, ky djalë I ri, pse mos ta provojmë. Unë nuk e tham asun me imponu këta, dhe unë në emisionin familja unë, shiku se me e din Lab që gjatë çdo dite të rëndësishme edhe të feve të tjera, kam folur edhe për fe të tjera, edhe për besime të tjera. Për mu gjithmonë është shumë rëndësishme të mbështesim veten dhe shpirtin tonë të Zotit. Pa dash me ndërhy se cilës fej përkani apo cilit besim ju jeni, është shumë rëndësishme që të mbështesim, ta kemi një besim në mënyrë që edhe vetes t'i japim forcë dhe energji. Kjo ka qenë gjithmonë edhe mesazh dhe jo vetëm tash në Ramazan që e bëj, po edhe gjatë muajve të tjerë. Hoxhë, unë po besoj që pajtohesh sepse gjithsesi feja islame na mëson që të jemi respektues edhe ndaj besimeve të tjera, që edhe ata të tjerë të na respektojnë besimin tonë. Edhe tek e fundit, Zoti në Kur'an thotë nuk ka dhunë në fej, gjithsecili ka bindjen e vet, edhe ka më dhënë përgjegjësi për çat bindjen e vet edhe për punën e vet. Zoti na bëj për atyre të cilët jem të kompletuar në besim edhe jem prej vepërmirëve. Me arrit muajin e bekuar të Ramazanit është mirësi, mirë po me arrit qëllimin devotshmërinë është mrekulli. Andaj gjithë se cili njeri do të bën mrekulli që të arrin devotshmërinë dhe të jetë më afër Zotit, më afër njerëzve, më afër familjarëve, më afër punës së tij, misionit të tij kështu me radhë.